Censi i popullsisë dhe banesave që bëhet çdo 10 vjet fillon në datën 18 shtator dhe përfundon në 3 nëntor. Ai synon të ofrojë të dhëna mbi numrin zyrtar të popullsisë, e cila aktualisht banon në territorin e Shqipërisë. Gjithashtu edhe disa karakteristika demografike, sociale dhe ekonomike të popullsisë. Edhe censi i banesave ofron numërimin zyrtar të banesave, bashkë me informacione të karakteristikave të banesës. Censi duhet të ishte bërë në vitin 2021, por u shtyp për shkak të pandemisë COVID-19 dhe do të realizohet këtë vit. Në cens për Lushnjën janë angazhuar 150 anketues, të cilët do të anketojnë një zonë me 200 deri në 300 ndërtesa secili. Puna organizohet me grupe nga 5 anketues dhe një kontrollor, kurse 7 kontrollor kanë një supervizor. Anketuesi i drejtohet secilës banesë duke marrë të dhëna që lidhen me qytetarët që banojnë në të, ndërtesën dhe kushtet e jetesës. Këto të dhëna do t'i shërbejnë qeverisë në hartimin e politikave të ndryshme, OJF-ve dhe studiuesve. Të dhënat janë konfidenciale, ku çdo qytetar nënshkruan një deklarat konfidencialiteti dhe pyetësori i cili nuk do të jetë në letër, por në tablet elektronik zgjat vetëm 8 minuta. Instat ka ndërtuar një aplikacion censi i cili përmban pyetjet dhe hartat e sakta sipas modelit të zbatuar në vendet e Bashkimit Evropian. Trajnimi i anketuesve për censin u zhvillua në gjimnazin 18 tetori. Filloi në datën 4 shtator dhe përfundoi në datën 8 shtator. Censi i popullsisë dhe banesave 2023 është censi 12 që kur Shqipëria u shpall shteti pavarur në vitin 1912. Censi i parë u krye në vitin 1923.